9 shtetas të Maqedonisë së Veriut do të evakuohen nga Izraeli. Kryediplomati bullgar deklaroi se Sofia dhe Shkupi nuk kanë çështje të hapura. Komisioni Rregullatori i Energjetikës thotë se nga mesnata do të rriten çmimet e derivateve të naftës. Gjykata speciale u vazhdon paraburgimin për 2 muaj Thaqit dhe të akuzuarve tjerë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi me edicionin informativ të orës 15:55. Fronti Evropian ka dorëzuar në Kuvend një rezolut për situatën humanitare në Gaza. Deputeti Skender Rexhepi theksoi sot se kriza humanitare në Gaza mbetet një nga problemet më të mëdha në botën moderne, pavarësisht konfliktit të ri midis Izraelit dhe Iranit. Prandaj Fronti Evropian paraqiti një projekt rezolut në parlament mbi krizën humanitare. Ndërmjet rezolutës, Izraelit i kërkohet urgjentisht të mundsoj hyrjen e ndihmës humanitare, ushqimit, furnizimeve mjekësore dhe të mbështetjes logjistike për civilet në Gaza. Deputeti i Frontit Evropian Skender Rexhepi Zejdi ka njoftuar se ka dorëzuar në Kuvend rezolut për situatën humanitare në Gaza, duke kërkuar që Kuvendi ta miratoj këtë rezolut. Rexhepi ka thënë se përmes kësaj rezolute Fronti Evropian kërkon që Republika e Maqedonisë së Veriut të dënojash për bllokadën e ndihmave humanitare të zbatuara nga Izraeli dhe të kërkoj që shteti i Izraelit në mënyrë urgjente të lejojë hyrjen e ndihmave në Gaza, ka shtuar se shprehin solidaritet për popullatën palestineze, veçanërisht me ata që vuajnë nga uria në këto momente. Pasoja asaj blokade nga uria dhe sëmundje të ndryshme, çdo ditë ka dhjetëra fëmijë të cilët vdesin në Gaza. Kujtojmë se çdo jetë njerëzore e ka vlerën e vet, pavarësisht nga vjen. Andaj heshtja përballë padrejtësisë na bën edhe ne të tjerëve përgjegjës në to. Kjo është e drejtë ndërkombëtare dhe të cilën duhet ta rikujtojmë në vazhdimsi, sepse vetëm në momentin kur i kundërvihemi padrejtësive, dëshmojmë se jemi njerëz të cilët meritojnë të jetojnë një jetë dinjitoze. Ndryshe, ditë më parë Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria kanë abstenuar dhe nuk kanë votuar për rezolutën për mbrojtje të civileve dhe armëpushimit të menjëhershëm në Gaza. I pyetur për këtë, deputeti Rexhepi ka thënë se kjo nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut bën një hap të tillë. Ai zbulon për më tepër se ka pasur raste kur vendi ka shkuar edhe në ekstreme të tjera duke votuar kundër. Për mënyrën e votimit, televizioni Shenja e pyeti ditë më parë dhe kryediplomatin Tim Çomucunski, i cili tha se rezoluta kishte defekte dhe termet ishin gjysmake. Për situatën e tensionuar në lindjen e mesme ka folur edhe kryeministri Mickoski. Ai ka njoftuar se 9 shtetas të Maqedonisë janë paraqitur për evakuim nga Izraeli. Personat pritet që të dërgohen në Egjipt, pastaj do të merren me avion të qeverisë dhe do të sillen në vend. Pas përshkallëzimit të luftës ndërmjet Izraelit dhe Iranit, ka folur sot kryeministri Christian Mickoski, i cili informoi se 9 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë paraqitur për evakuim nga Izraeli, ndërsa tha se të gjithë janë mirë. Fillimisht Mickoski tha se do të dërgohen në Egjipt, pastaj do të merren me avion të qeverisë dhe do t'i sjellin këtu. Po vazhdimisht jam në komunikim me ministrin për punë dhe tregti të jashtme Mucunskin, edhe dje edhe sot ne kemi biseduar, tashmë po organizohet për ata që duan ta lëshojnë Izraelin dhe të vinë në shtëpi në Maqedoni, do të angazhohet avion i qeverisë. Po bëhen përpjekje për evakuim në vendet fqinje, me shumë gjasa do të jetë në Egjipt, po bëhet listë. Për momentin janë paraqitur 9 dhe po pres sot ose nesër të nisë evakuimi. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë disa ditë më parë konfirmuan se nuk ka shtetas të Maqedonisë së Veriut të lënduar, por apeluan që udhëtimet drejt Izraelit, Iranit dhe Libanit të shtyhen. Ata informuan se janë aktivizuar linjat e ndihmës për qytetarët e Maqedonisë së Veriut që ndodhen në rajon, ndërsa është formuar edhe një shtab për krizën që mund të koordinojë evakuime nëse nevojitet.
Përderisa Maqedonia e Veriut në vazhdimsi kërkon bilateralizimin e procesit të antarësimit në BE, Bullgaria thot se dy vendet nuk kanë çështje të hapura. Kryediplomati bullgar ka thënë sot se vendi i tyre po bën gjithçka që i kërkohet, ndërsa tha se fjalimet e përshkallëzuara nga Shkupi tregon mungesë të kuptuarit të proceseve europiane dhe një shmangje të mundshme të përgjegjësisë. Sofia zyrtare nuk i konsideron si çështje bilaterale mosmarrëveshjet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, të cilat kanë bllokuar rrugën eurointegruese të vendit. Ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev, duke folur sot për Maqedoninë e Veriut dhe marrëdhëniet fëmijësore midis dy vendeve, tha se vendi nuk po i kupton proceset evropiane dhe po shmang përgjegjësinë. Jemi të shqetësuar për përshkallëzimin në fjalimet të fqinjeve tanë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, sepse kjo tregon mungesë të kuptuarit të proceseve europiane dhe një shmangje të mundshme të përgjegjësisë. Sofia dhe Shkupi nuk kanë një çështje të hapur. Ai tha se gjithçka që kërkohet prej tyre po bëhet si dhe nga anëtarët e Parlamentit Evropian. Shqetësimet e Bullgarisë janë marrë në konsiderat, përmbajtja diplomatike nga ana jo nuk duhet të ngatrohet me mosveprimin. Bullgaria nuk duhet të sillet si një shtet histerik. Ndërkaq kryeministri Risjan Mickoski gjatë fundjavës deklaroi se Maqedonia e Veriut po komunikon me Komisionin Evropian për të zgjidhur mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por presin përgjigje nga Sofia për një takim të mundshëm midis përfaqësuesve zyrtar të dy vendeve. Takimi do të zhvillohej në margjinat e samitit të NATO-s në Hag më 24 dhe 25 qershor. Nga pala maqedonase, përfaqësuesi i Maqedonisë së Veriut do të jetë presidentja Gordana Siljanovska Davkova, ndërsa nga pala bullgare është e sigurt se do të jetë kryeministri Rosen Zheljaskov, megjithse pritjet ishin se do të ishte presidenti Rumen Radev. Partitë politike vazhdojnë kalkulimet me emrat e kandidatëve për kryetar komunash. Edhe nga koalicioni Vlen edhe nga Fronti Evropian thonë se bisedimet vazhdojnë, ndërsa vendimet finale do të merren brenda muajit qershor. Partitë politike vazhdojnë të mos i zbulojnë emrat e kandidatëve për kryetar komunash. Partitë e bllokut politik shqiptar thonë se vazhdojnë edhe më tutje bisedimet interne rreth kandidaturave të mundshme për zgjedhjet lokale. Kreu aktuali komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka thënë se para se të merret vendimi final, po bëhen anketa për të parë se cilët nga kandidatët kanë gjasa reale për rezultate pozitive. Megjithatë, Kasami tha se koalicioni Vlen do të përmbyll procesin e përzgjedhjes së kandidatëve brenda këtij muaji. Ne jemi në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve, procesi është pak më kompleks. Duke biseduar me kandidatë të cilat vinë nga partitë politike, por edhe nga shoqëria civile dhe gjithashtu edhe faktor tjerë, do kisha thënë, të rëndësishëm të shoqërisë. Jemi në fazën edhe të testimit apo të anketave se cili nga këto kandidat do të kishte dalë më mirë tek votuesit. Për zgjedhjet lokale dhe për zgjedhjen e kandidatëve ka folur edhe Skender Xhepi nga koalicioni Fronti Evropian. Ai tha se personalisht nuk do të insistojë që kandidatët e tij të jenë bartës të proceseve dhe nuk do të shkaktojë probleme brenda koalicionit. Tha se bisedimet brenda Frontit Evropian janë duke vazhduar dhe asgjë nuk ka finale. Foli edhe për afrimin e Arben Taravarit me Frontin Evropian. Bisedimet nëse ka mes individëve, respektivisht kryetarit të BDI-s dhe Taravarit, ato janë bisedime personale, private. Do thotë, kur them private, them jo në emër të Frontit Evropian. Nëse ka ndonjë marrëveshje mes tyre që do të vijë në kuadër të Frontit Evropian, tek atëherë Fronti Evropian do sjellë vendim për krahje ose jo të bisedimeve të tilla. Do thotë, vendimet e Frontit Evropian e sjellin kryetarët e Frontit Evropian në tavolinë, në bisedime dhe në diskutim të hapur. Kur jemi tek zgjedhjet lokale, kandidaturë e zyrtarizuar deri më tani është ajo e Isen Shabanit në Vrapçish, që do të garojnë në llogun e Aleancës për Shqiptarët, kreuji Arben Taravarit. Ndryshe, emrat që veç më përmenden në opinion si kandidat të mundshëm janë ai Bujar Osmanit në Çajir, Bilal Kasamit në Tetov, Valbon Limonit në Gostivar, Blerim Sejdiut në Zhelin, po edhe disa emra të tjerë.
LSDM-ja vlerëson se faji për tragjedin në Koçan është në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Partia opozitare kërkon ndërheqjen e ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të Byros për Siguri Publike, Panço Toshkovski dhe Aleksandar Janev, duke theksuar se janë përgjegjës që nuk e kanë mbyllur me kohë diskotekën Puls. Faji për Koçanin është në krye të MPB-s, kështu akuzojnë nga LSDM opozitare për tragjedin që ndodhi në diskotekën Puls në Koçan, në të cilën humbën jetën 62 persona dhe u lënduan rreth 200 të tjerë. Ata kërkojnë ndërheqjen e ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të Byros për Siguri Publike, Panço Toshkovski dhe Aleksandar Janevit. Siç thonë, policia është dashur ta mbyllë ato objekt pasi ka punuar në mënyrë të jashtëligjshme. Në presion të LSDM-s dhe opinionit, përfundimisht nisën procedurat kundër disa shefave të MPB-s. E vërteta doli sheshit. Policia ka pasur për obligim që ta mbyllë objektin i cili punonte ilegalisht dhe jo të realizoj kontrole në kundërshtim me procedurat operative. Edhe Levica mendon se për shkak të reagimit të fuqishëm të opinionit u krijua presion për pushtetin, sepse siç thon, hetimi fillestar ishte absolutisht për mbrojtjen e personave të afërt me VMRO të PMN. Megjithatë, deputeti Amar Mesinović thotë se ende nuk janë të kënaqur nga hetimet për Koçanin. Arestimet e para për të cilat të mburën Toshkovski, Miskovski dhe VMRO të PMN në shumë raste u tregua se është për show. Pra, ato funksionar që ishin të afërt me VMRO të PMN u liruan më një herë. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Toshkovski në një podcast të VMRO të PMN-s tha se për Koçanin po bëhet një hetim jo selektiv dhe thelbësor, në të cilin janë të përfshirë edhe funksionar të kaluar edhe ato aktual. Drejtoria e doganave ka hartuar një draft tekst ligjit të ri për doganat të harmonizuar me ligjin doganor të BE-s, i cili pritet të hyjë në fuqi deri në fund të këtij viti. Thelbi i ligjit është përmirësimi i kushteve për të bërë biznes dhe integrimi më i shpejt në tregun e vetëm evropian. Drejtori i Drejtorisë Doganore Boban Nikolovski ka njoftuar se është përgatitur një ligj i ri për doganat. Ai tha se Drejtoria e Doganave ka hartuar një draft tekst të ligjit të ri për doganat të harmonizuar me ligjin doganor të BE-s, për të cilin tha se presin të hyjë në fuqi deri në fund të këtij viti. Thelbi i ligjit është përmirësimi i kushteve për të bërë biznes dhe integrimi më i shpejt në tregun e vetëm të BE-s, duke krijuar operacione doganore plotësisht digjitale, pajtueshmëri të plot me sistemet e përdorura në BE, në zbatimin e të cilave tashmë po punojmë, si dhe duke siguruar siguri më të madhe të mallrave. Nikolovski theksoi se dialogu i rregullt është çelësi për përmirësimin e proceseve dhe përmirësimin e klimës së biznesit në vend, me të cilën të gjithë palët e interesuara kontribuojnë në stabilitetin ekonomik të vendit dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë së vendit. Gjatë kësaj periude, ne po punojmë intensivisht në zbatimin e një sistemi të ri nacional me një sportel të vetëm, i cili duhet të mundësoj dorëzimin elektronik të aplikimeve për lëshimin e licencave dhe lejeve në një vend me një fuqe të vetme të dhënave. Nikolovski tha se me miratimin e projektligjit për ndryshimet në ligjin për tarifën doganore, do të ulen norma doganore për 67 produkte që përdoren si lënë të para ose mallra të ndërmjetme në sektorin e automobilave, përpunimit të metaleve, metalurgjisë dhe energjetikës. Komisioni Rregullatori i Energjetikës njoftoi se çmimet me pakicë të benzinave Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 si dhe Eurodizeli rriten me 1,50 denar për litër. Çmimi me pakicë i vajt ekstra të lehtë për përdorim shtëpiak ulet për 1 denar për litër. Çmimi me pakicë i mazutit rritet me 1,293 denar për kilogram dhe tani do të arrijë në 39,779 denar. Nga data 17 qershor, nga mesnata, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë Eurosuper BS 95 do të shitet për 76 denar, Eurosuper BS 98 do të shitet për 78 denar, Eurodizel BS do të shitet për 67,50 denar, vaji ekstra i lehtë do të shitet për 67,50 denar, ndërsa mazuti do të shitet për 39,779 denar.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë me Selin Hag ja ka vazhduar paraburgimin edhe për 2 muaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaqit, ish kryeparlamentarëve Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, si dhe ish deputetit Recep Selimi në akuzat për krime lufte. Vendimi është marrë më 11 qershor 2025 nga kryetari i trupit gjykues Charles Smith III. Prokuroria mban në fuqi pretendimet se ish presidenti Thaqi vazhdon të paraqesë rrezik për arratisje, pasi ai është në dieni për akuzat serioze të konfirmuara ndaj tij. Prokuroria ka pretenduar gjithashtu se së shpejti Thaqi do të ketë informacione të ndjeshme në lidhje me dëshmitarët dhe prova që do t'i paraqesë mbrojtja e viktimave. Sipas prokurorisë, fakti që Thaqi ka akt akuz për pengim të procedurave e rrit motivin e tij për t'u arratisur. Mbrojtja e Thaqit dhe të tjerëve tash e një kohë kanë vlerësuar se ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ja kanë plotësuar kushtet ligjore për lirimin me kusht, duke thënë se gjykata duhet të konsiderojë alternativa më të buta. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili është edhe kryetari i LVV-s, bojkotimin e votimit nga deputetët që marrin pjesë në vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit e ka quajtur sjellje politike të papërgjegjshme dhe njëkohësisht shkelje të kushtetutës. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit politikisht është sjellje papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, ka theksuar Kurti duke u referuar pikës 128 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të datës 26 gusht 2014. Sipas këtij aktgjykimi, çdo deputet është i obliguar të votojë pro, kundër ose të abstenojë në procesin e konstituimit të kuvendit. Kurti ka thënë se konstituimi i kuvendit nuk është vetëm përgjegjësi e partisë fituese të zgjedhjeve, por e të gjithë deputetëve. Ai shtoi se pasi të formohet kuvendi, përgjegjësia e tij do të jetë formimi i qeverisë së re. Deri atëherë, vendi do të qeveriset nga qeveria në detyrë. Tutje, Kurti u ka bërë thirrje deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës që të marrin pjesë në votim, duke e konsideruar këtë si një obligim kushtetues dhe rrugdalje nga ngërçi politik. Në Tiranë po mbahet samiti i kryetarëve të shteteve pjesëmarrëse të nismës CECP me temën nxitja e stabilitetit dhe prosperitetit përmes bashkëpunimit rajonal dhe integrimit të BE-s. Presidenca e Shqipërisë ka njoftuar se si kryesuese e radhës për periudhën qershor 2024 korrik 2025 nën sloganin formësimi i së ardhmes sonë europiane ka kontribuar në forcimin e bashkëpunimit rajonal. Pjesë e nismës janë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Turqia, Bosnia-Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Rumania, Serbia, Kroacia, Moldavia, Malizi dhe Slovenia. Në këtë samit po merr pjesë edhe ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan. Begaj tha se samiti do të shërbejë për nxitjen e stabilitetit dhe prosperitetit me ndikim pozitiv në jetën e qytetarëve dhe integrimin në BE. Ky bashkëpunim ka sjellë rezultate dhe ndikime pozitive në jetën e qytetarëve tanë. Ne vlerësojmë arritjet e deri tanishme, si dyfishimin e shkëmbimeve tregtare, heqjen e tarifave roaming në Ballkanin Perëndimor, uljen e çmimeve roaming në vendet e Bashkimit Evropian, hapjen e korsive të gjelbra dhe blu që zvoglojnë vonesat në kufi, 5 marrëveshjet e lëvizshmërisë që lehtësojnë lëvizjen e të punësuarve në rajon, si dhe planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Irani ka kërcënuar të largohet nga traktati mospërhapjes bërthamore, ndërsa sulmet bombarduese të Izraelit kanë hyrë të hënën në ditën e 4.
Numri viktimave si pasojë e sulmeve po vazhdon të rritet në të dy shtetet. Ministria e Shëndetësisë e Iranit ka thënë se 224 persona në Iran janë vrarë nga sulmet izraelite. 90% e tyre janë civil dhe më shumë se 1400 janë plagosur. Në Izrael, të paktën 23 civil janë vrarë në sulmet hakmarrëse me raketa të Iranit, që nga sulmi pari papritur i Izraelit të premte në mëngjes dhe gati 600 të tjerë janë plagosur. Izraeli ka deklaruar se ka kontroll të plot operativ ajror mbi kryeqytetin iranian Teheranin, 4 ditë pasi nisi sulmet ajrore në vend, raporton BBC. Ne kemi shkatruar 1/3 e lanquesve të raketave tok-tok të regjimit iranian, tha general brigade Efi Defri në një konferencë për mediat. Ai tha se Izraeli gjithashtu nisi një val sulmesh që synonin afërsisht 100 objektiva ushtarake në Isfahan në Iranin qendror, duke vendosur rreth 50 avion luftarak për të goditur objektet e magazinimit të raketave, lanquesit dhe qendrat e komandës. Irani goditi Izraelin në një val sulmesh me raketa gjatë natës me numrin e të vrarëve në Izrael, që nga e premtja që është rritur në 24. Ministria e Shëndetësisë e Iranit raporton se të paktën 224 persona janë vrarë në sulmet izraelite që nga e premtja. Irani ka lëshuar rreth 350 raketa balistike drejt Izraelit që nga e premtja, shumica e të cilave janë interceptuar sipas statistikave të fundit ushtarake izraelite. Rreth 40 raketa u qelluan në sulmin e fundit rreth orës 4 të mëngjesit, i cili goditi Izraelin qendror dhe zonën e Haifës. Sulmi i natës rezultoi në 8 persona të vrarë dhe 95 të plagosur. Në total, 24 persona janë vrarë në Izrael nga sulmet me raketa balistike të Iranit që nga dita e premte. Sipas ushtrisë izraelite, sulmet iraniane përbëheshin nga rreth 30 deri 40 raketa secila. Zyrtarët ushtarak izraelit thanë se Irani u përpoq të lëshonte më shumë qindra raketa në të njëjtën kohë, por nuk mund ta bënte këtë sepse forcat ajrore izraelite i ndërprin sulmet e tyre. Irani ka lëshuar 370 raketa balistike, ndërsa 30 objektiva u goditën në sulmet hakmarrëse të Iranit që vazhdojnë që nga 13 qershori, njoftoi zyra për media e kryeministrisë së Izraelit, transmeton Anadolu. Më 13 qershor Izraeli nisi sulme në shkallë të gjerë duke synuar objektet bërthamore në qytete të ndryshme në Iran, si dhe komandën e lartë ushtarake, ndërkohë që shefi i shtabit të Iranit, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare, disa komandantë të lartë dhe 9 shkencëtar bërthamor vdiqën në sulme. Numri total i viktimave civil u njoftua si 224. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Turk, shprehu shqetësim të thellë për përshkallëzimin e fundit ushtarak midis Izraelit dhe Iranit, duke bërë thirrje për përmbajtje dhe kthim në diplomaci. Përshkallëzimi ushtarak midis Izraelit dhe Iranit është thellësisht shqetësues, tha Turk, ndërsa paraqiti raportin e tij vjetor në Këshillin e 59 të drejtave të njeriut në Gjenev. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të angazhohen në negociata urgjente diplomatike për të dhënë fund këtyre sulmeve dhe për të gjetur një rrugë përpara. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Masud Pezeshkian, transmeton Anadolu. Sipas deklaratës së bërë në llogarinë e rrjeteve sociale të kryesisë së komunikimit të presidencës së Turqisë, në bisedë u diskutua konflikti midis Izraelit dhe Iranit, si dhe çështjet rajonale dhe globale. Gjatë bisedës, Erdogan tha se kishte zhvilluar një sër kontaktesh me lider në lidhje me konfliktin midis Izraelit dhe Iranit, edhe se Turqia është e gatshme të ndërmarrë një rol lehtësues për përfundimin e menjëhershëm të konfliktit dhe kthimin në negociatat mbi programin bërthamor. Presidenti Erdogan theksoi rëndësinë që Turqia i kushton ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në rajonin e saj. Shikues të nderuar, këtu është fundi i këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.